Shikues të podcastit Lojtari 12, po kthehemi mas ditëve më emocionuese e më të vështira që na kanë konsumu kejtve çaq shumë sa që unë kam thonë zdia më ngjy tashmë loj të ekipeve Chelsea, Barcelona, Liverpool, bla bla bla. Nëse sonte jam me një tifoz të Kosovës, të Prishtinës, edhe të Juventusit, domethënë është tifoz i nërta më besnik që e njeni kajt do besoj. Afër me është Gazinjo, apet. Gaz, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ju për ftesën, me kënaqësi. Gaz, po e nisim aty ku po na mërmenja këtë çka kena më fol. Jo te Turqia, po te Slovakia njëherë. E o tje kon aty, nuk jena pa kështu direkt, po të kom pa që i shku si gjithmonë të shkon për Kosovën, apo na përmledh diqysh përvojën kur shkove, gjatë lojës edhe mas lojës çka keni bërë. Unë mas lojës kom shku kom flajt se jam lodh. Po ju si tifoza grand keni dalë. Njëjtë, edhe si ti se dhon çaq shumë jam lodh, me një herë mas lojës domethënë kom shku kom flajt, po me nis kështu domethënë na jena tre shok që këtë lojët e Kosovës domethënë i këshirëm bashkë si mrena si jashtë pa marrë parasysh ku lun. Edhe në Slovaki kena qenë, çka duhet me cek është mirë këpritja, domethënë pe po bes se kena pritur ndonjë shtas s'na njohin si shtat, po edhe mua ka befasu mirë, po më thonë që na kanë prit më mirë se slovent. Ok, më mirë se slovent. Më mirë se slovent, se unë jam kanë edhe në Sloveni. Mirë, po me këpritja ka qenë fenomenale, çdo sen ka qenë korrekt. S'pat raportim për problema si në përbora, as unë s'kum një që ka pas në ekses ose në problem diçka që keni pi bashkë, keni homë bashkë. Kena pi bashkë, ka ndodhur që na kanë qitë edhe s'na kanë lënë me pagu slovak. Paraloje. Po paraloje se mos lojë shku me plajt. Edhe kështu që domethënë gjithçka ka qenë okay, edhe domethënë u kon tani e kish organizuar qyteti domethënë i Bratislavës, transportin publik më na bart prej qytetit në stadion Pisa. Unë jam shku me autobus domethënë. Me autobus, katër autobus në kerrin hotel. Policia përpara mbrapa. Me kerr domethënë shkua. Me kerr unë udhëtoj gjithmonë, po se për shembull në Sloveni ka ndodhur ku ja u kanë vjedh tabelat e kerrës. Edhe shumica e njerëzve unë vetë kom pas rastin në hoteli, kom pas 7-8 raste, dojen konferizoj, do të prizërini që ja u kanë vjedh tabelat dhe ju ka desht me nejt edhe 24 orë ato, për me i marrë tabelat e improvizume, për me mujt me orë dhe ato u desht me orë ka Kroacia, ka Malizi, se Serbia normal. Do më thonë ka aspekti jashta fushës blerë. Po, e këtu që është e mira transportit publik, i kena lënë kjerët në venet sigurta, do më thonë parking të hotelit, edhe kena shku me autobus, gjithë shka ka qenë perfekt, edhe ndeshja më mos diskutu. Për ndeshje pënalim, se mënej, nashta për krejt neve që në konë aty, po edhe që në konë, ndeshja ma emocionu, sepse diqysh një loj para botrori, ndeshja fundit mysafir, edhe unë për vetë komenu që nëse fitojmë qëta mysafirë ka me konë qaja kryesore, se vendas të isha vëten njëna vendas. Po qaja atmosferë që konë atë natë Slovaki, edhe pse ke shi, e ke ftoft, e ke frym, kërja ka njës loja, gaz. Ti e konë ka pjesa, më këta ne që kenë ta më ndardanda, apo e konë ma balorë? Jo, unë jam konë mrapa bankës rezervë të lejtarëve të Kosovës. Se zakonisht që e pjesën për qenë me këshurë. Fokshtë po, është se ma nga dishu shumë doke, cikur me kom vetë të lutë. Se unë e kom lujtë shumë vetë futbol, tash me lujtë s'po muj, bile kom qenë me këshurë ma nga. Bravo. Gaz, që përjetove golat, e dim që je tifozi, prapë thash, ma besnik kuptimin që e ki përcjell Kosovën që të ka, që përjetove 4 gola. Ma ti s'kem jap 4 gola, bile mysafir nuk dia kem jap ne. Unë po menoj që Kosova luan më mirë jashtë se mrena. Po pse kam qenë farbindje. Po seriozisht mu që ashtu vetëm bind, edhe shumë dishysh duket që ma sigurt lun jashtë Kosovës. Që s'kan presion? Jo, s'kisha me tonë se tifoz po po dhe 6-7 mikë në atje, po. Shumica bile ma shumë po knujna, kur po jena musafir, se më fatir ma prek shumë, po. Se këtu po shkujna ja me gra, me fmi, familjarisht. VIP, ja. Po VIP. Po ka shumë VIP dhe jemi bërë, shumë jena vësht tash. E kështu, amo për një me au konin ndeshi shumë e mollë, shumë e mirë. E kena pranu gollën e parë herët, më i me thonë pe një gabimit, të kisha me thonë mbrojtjes tonë. Faulli që u botën edhe ndodhin ato sene, mirë por reagimi ka qenë shumë i mirë i Kosovës. Kur bo 2-1, pa të shpresë. Kur bo 2-1 para pjesë dytë, pak para pjesa dytë, unë s'po ta shpresë. Kem të dytë mirë hongëm gol. Nuk e di pse unë besojsha se kur e sheh ekipën që po lun mirë, edhe nuk është problem edhe nëse e merr edhe një gol. Një farë bindje kum pas që kena me kalu Slovakin. Edhe kum thonë edhe 5 golla nëse ata japin na 6. Edhe çashtu dule edhe domethënë amo për një me ka qenë një ndeshje
Ka majt me, Unë shumë ndeshje kom pa të futbollit. Edhe live, edhe në për televizion e kështu, amë për një me kam e met një për ndeshje që kom e kujtu shumë herë. 26 marsi 2026, fitore shumë e ëmbël që normal, fundin se pat, po qërë tash, do në zemrën jeta dhe futbollit, këtë që ka është kujtime, qëto kujtime në mesin, qaja fitore, qaja fes me tifos, qaja me litarë. Do të me kujtu ma vonë, edhe me balzu nipave, mesave. Para se me dalë të loja me Turqin, kena më nalë të një litarë që me shumë të drejt jënë të folë këtë për ta, me shumë të drejt jënë të e komplimentu, të e vlerësu, të e qunë qilë, edhe dykur që të jenja shumirë, sepse jo tifoz i Prishtinës. Dijan Gallapeni, po na folë pak për zhvillimin e ti, njerë të Prishtina, masa ne shkojmë Poloni, po tash të Kosova që kalun, përndo këtë prej shtatorit pak ma standard. Une Dionin e një shumëti. Nashtë e moj men të lujtë edhe si junior, do më thonë, Gallapinin. Edhe une bile kom bolë një status shumë moti në rrjetë sociale, edhe kom thonë mone men këtë. Mone men që të emrën. Do më thonë, sot po del. Mirë po, une menaj që për një mena, na si shqiptarë jena pak të bujtën edhe tjekun, e kjo po ka të zënë, do më thonë se nëse une kom thonë nëse kjo është brazilian ose anglez, nuk e di çfarë çmimi kish me pas. Na shtaj bota. Bota e futbollit hjek për lejtar të karahat. Po. Me sfoshor ka sa dush, mbrojtësa qendror mund, po ansor hjek se cili klub mi pas ansorët e mirë. Edhe i heshtën, kush i ka ansorët e mirë, nuk e ka problem, do të thonë si ligë, si Champions League me fitu edhe titullin. Pa problem. E Dijan Gallapeni është një prej ansorëve, unë më me thonë, mu më pëlqen edhe Mario Mitaj që është lunë të Shqipnia shumë, do më thonë ansori. Pas aje ka teknikën pak ma të përsosën. Po, une menoj që Dijan Gallapeni ka me kalu edhe Mitaj në dhe shumë, edhe besoj edhe mare mirë, me folë në gjuhën popullore, do të me konë qëshorë, me konë një klub shumë të madhë. Dijan Gallapeni se e meriton, se për shamull në atë ndeshje kundër Turqis ka qenë një ndër lejtarët më të mirë në ndeshje. Sidomos një dyra që ka kundërsullin për Turqi. Leje që e mërë topin, po avancoj për para. Sa din leje është vishë me jek topin. 100% duelet fitume, asni topi humbur, do më thonë me atë presion të nalë të lojës. 20 vjeç. Edhe veç 20 vjet, do më thonë, veç do të më lutë i shala nuk ka lëndime. Allah e zdogë dhe që lëndohë, se kish i farë qëndrimi. është shumë punëtor, kush nuk e nxeh nga ofër qysh unë e nxeh. Dijan Gallapeni është shumë punëtor. Nëse Ronaldo ka mri me punë, këtë kursët edhe Dijan Gallapeni pa problem ka me mri ku të dënkë nëse vazhdojnë me punu, kështu qysh ka punu deri tash. Edhe qysh tash, po do ke shumë i heshtu nga aspekti kështu, adhe jo shumë e dalë për të mu... E kena pak problem, kur të na qetë 2-3 herë në televizor, do të janë nisin më prish. Menoj që Dijan Gallapeni është ka mësu, edhe ka po, edhe din qka është që duhet me... Unë menoj që mërëna një viti maksimal 2, kena me po dikun top 5 ligat. Shpresoj, ka të rifar litarë që lunë, ajë mos me lujtë Virginia. Une ka pas diçka kontakte pe Ligës Gjermanisë dhe pe Francës, po haljas ka diçka konkrete, mirë, po dikon ka me pas një lëvizje. Do më thonë kënë qëshore mbush një vit që ka shumë përreni, qëshore korrekt. Po tash është i huazum, prej ati klubit ku ka qenë, atu ka orë një trener serb. Po edhe i ka largu 2 shqiptarë që jenë kone ekip, edhe Dijan Gallapeni është edhe një lejtar i Shqipnisë, cili në vje keq nuk ja dijemne, edhe ato do me thonë i ka largu, ka thonë nuk logaritin këta litorë. Kjo në të ka fat keqësi për ata, si tjetë. Por Dijan Gallapeni ka mirë, sa ata janë të mbjetu me met në ligë, a në ekipin ku ka shku është në ngarë për titull kampionit. Nëse ka fat më shpoll kampion Poloni, atëherë edhe parashitjet me Kosovën, do me thonë rrugë. Që kjo është? Qërë, për klube bojnë që ka të bojnë, po dorën zemër këtë ta që performojnë me shtetë. Nëse i shojmë këtë litarë tjerë që kena pas, që kanë dhejës, për shamull atë kohën, 2019-20, Muriqi, Ramani, këtë ta, për shamull prej Veronës, Napoli, prej Fenerbahçes, Lazio, Manaj Major, kështu që Gallapeni është në shtaj radhë që ka me bëhat farë hapi në malë që mena... Po që ata është e mirë kam kupa e botës. Po. Sidomos për mos na përmanë për kupën e botës, bërkas. Me 3 ndeshje të mira, ti mund është me mricë të dush klub më të madhin botë. Me 3 paraqitje të mira nëse ki fat. Po, qaja. Edhe do më thonë turner është ke fund. Si turner, po, ku edhe shkojnë shumë menaxhera sen edhe këshyrin i mor litar. Po, ai ka futbollit, në ki nivel më pranë, kështu që po, nëse vazhdon me këto paraqitje Gallapeni, do më thonë shumë shpejt kena me po, edhe më thonë që kam po ndashti lejtari më i shtrejt në historinë e futbollit të Kosovës. Lejtari më i shtrejt në historinë e futbollit të Kosovës. Deri në moment se shqitet, nuk e dina, po në popullit deri tash çka kum po. Ko gja konstatim kë.
Edhe deri sot çka kom thonë, do më thonë për Dion Gallopeni nuk ka dalë. Të shpresojmë edhe me lutje shumë të mëdha për atë djalosh se ish top litar. I meriton se edhe është djalë i mirë, Ajo edhe është dukat djalë, edhe është punëtor, kështu që veç shpresojmë me pas sukses edhe mos me pas. Të shohim. Tash s'kem qarë panuar të loja me Turqinë gaz. Slovakinë e kaluam Gallopenin, falem loja me Turqinë. Dita e kombit, unë kom thonë 100 herë ditë. Entuziazëm mu sa s'ka. Një farë atmosfera pak a shumë u konë sikur ndeshja Serbi-Shqipni në 2014 atëherë. Dita e dronit. Shqiptar nga tananët, Gzim, Tupana, Valle. Edhe prej Amerikës. Edhe prej Amerikës. Ka ardhur prej Amerikës, okay. Një gol për bileta bëjshim. Shumë e mërzigas. Ç'është përjetove ti si. Unë kom thonë se mas lojës kom qenë me një studio televizive. Pa. Edhe kom thonë që kjo ka qenë ndeshja më e madhe në histori të futbollit shqiptar. Pa. Kur thëm shqiptar e përfshin edhe Shqipërinë edhe Kosovën edhe këtë rrugë shqiptare. Po, so kur s'u kanë afër për motor. Shqipnia s'u kanë asnjë ndeshje. Edhe kjo ka qenë domethënë ndeshja me histori, domethënë më të madhe, me vlerën ose çush dush me qujt. Mirë, po fati nuk e nanën tonë. Sepse çka na penalizoi Margas, çka na penalizoi. Nuk kisha më thonë çka na bë, po a di çush, kanë herë edhe për dëshirës të madhe, njëri del pi vetës. Kur dën diçka me bosh shumë, edhe gabon. E në këto raste për shembull se unë mendoj që Messi fushës pa ka neglizhu, ka çalu sa detadin se sa i përket mbrojtjes ka qenë nivel. Domethënë golli bjen se është normal. S'ka gol se më thon Artan e Cristiano, se mundesh më thon gabaj dikush, jo. Normal, po kanë mujt nashti me bë më mirë, po prap angazhimi ka qenë maksimal. Që do të me i vlerësu do më thonë se cilin lojtar edhe respekt maksimal se ndryshe kur angazhohesh. Ndryshe kur hup e s'angazhohesh ajo dhe ma shumë. Angazhim pa të dush. Me Romanin 4-0. Po, adin, do më thonë qasin deshë na nuk të pjesa e rëndësisë, do më thonë që kena pas na ofri shumë këto a kuptojmë, fakt tash unë më nesha me kushtu vetëm paralel me thonë që edhe Turqia apo eksperienca më e madhe. Turqia sekond prej 2002 apo din. Edhe ata garantisht të madhe, mos të ndikon edhe aty në me hub. Ata kanë pas presion më të madh se Kosova. Nëse e qesën kështu. Edhe vlera kombëtare është shumë e madhe Turqisë se Kosovës. Për një 300 milion. Po këto ndeshje nuk vlen kurrë. 3 top lojtarë kanë ata. Gyllar, Yıldız, Sanaloglu. Po na e kena 3, 4, 5 më shumë. Jo, në rregull, po me këshir kështu për shembull me vlerën, qysh është në treg, po na dhan porze që na shqiptarët pak janë edhe. Po, masi. Çatu tani në lidhje. Puna, po. Po, e mo prap do të më kon krenar me me paraqitjen e kombëtarës edhe me përfaqësuesa se tash po magazojnë do po thonë pse pi thu kombëtarë do përfaqësuese. Ja, kjo temë s'ka dume, s'po na zë. Ne s'medin s'pajo kon. Kujna ti vjen tamon në të merr kombëtarë, kujna tamon përfaqësuese në rregull. Vallai ç'është ti thonë s'ka lidhje, emocionet që na ka jap është kombëtarë ç'a dush. Amone mendoj që nëse vazhdon me punu fuda me këta lojtar, unë e shoh Kosovën shumë. Kam vazhdu. Gaz para se më dalë ta folim pak për kritikat. Ti je një prej atyre që, na kritika bëjmë krejt, po me ofendu kur se ofendojmë. Unë të paktën s'kam ofendu kur në lojtarët e Kosovës, ti s'besoj kur. Qysh i shesh të ofendime konkretisht rastin me Vedat Muriqin, që se kom prit në që reagon, nuk do këtë fort tipi rrjeteve sociale, po fakti që ka reagu me një koment, i bjen që çfarë fort ja kanë mundu me thonë. A di qysh, ato sene se na jena popull pak, unë e kom thonë qita dhe një status për zonë e postoj shumë rrjetë sociale edhe unë e qita thash unë zëja i njeri të pi qaj edhe të hongër kikirika aty të shpia në zetë është edhe ta shto qërë këse zgoti komën s'dashti me dhan gol e cili për i dejtarve nuk dënë me morë pjesë në kupën e botës a ka qmim, a ka pare që mënet me pagu ato me i thonë më shqëtin kupën e botës po shkojon që po t'i dha pare a ka, s'ka do më thonë, Vedat Muriqi sa vjeti ka? 31 do më thonë, ti kur nuk mënesh me ditë sigurt që kime morë pjesë 2030 edhe prap me orë që kënë ndeshje plus a jenë form në atë kohë a jenë form, a ki lëndime, a jetë lujt halea, mënet me ndodhë gjithë shka se na nuk e dina, a jena gjalla, a i ti fos veç të ja kish pa lët që i pa të cilë për loja, si shdo për komentu ashtu. A i që ka folë ashtu në të garantoj që jasë në televizor se ka po lojen. Po do është kësi farë. Se me kon ai që e sheljohen edhe me kon që mirët pak vesh në futbol, nuk mënet me hi me futbol. E din që ka bo për 10 vjetë Vedati. Po edhe këtu të na, mediat nuk do të mi jap hapësirë gjithkojna edhe me lonë me folë gjithka. Marë kjo a këthej vetë, se tash me a këthej heq për ndokët. Po edhe Muriqi nuk do të mu mirë me kësa. Se unë e thëmë mal pa thera nuk ka.
Edhe tash domethënë nuk mujna na mënët ai na shti veç e ka fake ka kanta. Çfarë Po këta që shohin komplet fake. fake. Gjithçka po nuk do të më mirë se edhe nuk do të bëmë i bë këto lajme. A nuk do të heq na më mirë me këta njerëz. Veç me injoru edhe në rregull jeti. Momentin që i injoron mas mirë ti ki punë. A di unë një herë dalë në rrjetet sociale se dikon a di sa komentet i marrë që shojnë me gra me fëmijë. Komuniteti ma vulgar, ma toksik është TikTok. Po çka, unë menimin tëm e shpreh. Unë kërkan nuk e mësoj bënja çështë. Me kon që kishin folna për politika, për feja, diçka tema ndihshme që preken njerëz, po për futboll, për sport. Edhe unë veç ato çka unë menoj edhe e shoh, unë e shpreh. Edhe mënona mos me prej kërkan. Çfarë është? As mos me ofendu kërkan. Po çka me bo, njerëzit s'kanë sikur të na në Kosovë që mirën me telefon edhe me rrjete sociale, kërkon në botë nuk ka. Ka sa ka me ndiku që kjo humbje, na e mojmen të torën 2020 kur na pan poshtë Maqedonia në play-off për Europian, ato rakun pandemisë ka pas një fazë pak më ndryshe, po sa ka me ndiku tash lojë tjera janë miqësore në qeshor, masane në shtatore kena Irlandën edhe Austrinë në Vjenë. A mendoj që ka me ndiku ka aspekti, mos themi vetbesimit se ata kanë litar vetbesim, por ka aspekti momentumit që shkem, sepse kjo ke humbja e parë mas ndeshjes me Zvicrën që kanë 7 orë, tash jena domethënë në prill. Mendoj që ka më kon forma e njëjtë, tash disa lojtarë na po largohen, na vinë do të tjerë 3, a din sa ka më kon forma. Kjo lidhet shumë edhe me formën e lojtarëve nëpër klube. Po. Na kena pas fat që në këtë periudhë kohë kur i kena pas të dy ndeshje lojtarët nëpër klube, secili u kon më mirë se tjetri. Edhe Foda ka qito të mirë që nuk i këshyr emnat, po e këshyr kush lun. Domethënë i kam mbledh ata lojtarë që kanë minutazh mas shumti nëpër ekipet veta, edhe luajnë te kontore, edhe atëherë tani nuk mungon as angazhimi, as rezultati, as kurrë. E tash deri në shtator na nuk e dina çysh kanë me përformu këta nëpër klubet veta. Edhe shtatori është fillimi i sezonit, të kaloj fare dikur të këshyr me lëviz. Po, edhe domethënë, po unë shpresoj, po mirë, po unë për një me kam besim të madh te Foda. Unë kam shumë besim. Se di pse, po mu më ka... Dhe në 2013 në kisha lënë. Unë ka bin diqysh që, se unë kom thonë moti, që Kosovës i vyni trener Gjerman. Se unë punoj me Gjerman shumë, edhe do më thonë ata për disciplinë. Që ashtu sa hi, a? Në që si venet vogla që shjenë në Kosova, neve na vynë disciplinë. Se talentit s'na mungan. Ka talenta, ka lojtarë. E ka shtru këtë disciplinë në fillim, ai rasti që kon atëri famshëm në shtator që do lojtar. Po çato që i dënoi më një herë. I ka instalu domethënë Foda. Edhe tashmë nuk ti nuk nim për eksese. A dhe nuk ndodh asnjë ekses në hotel, as në stadion, as nuk del kërkush domethënë vakte pa vakt. A dhe me fol ka del shpirti që është. Po domethënë ka disiplinë. E po mendoj që harmonia në lojtarëve duket tepër mirë. Normal, diçka jashtë. Çore nuk e di pse po mu diçysh Vedat Morishi më duket është tamam lider i ekipës. Edhe din me afru lojtarët e ri, edhe din me motivu, ju jap diçysh një farë shpirti, pa edhe pse edhe Ramoni e ka ato. Mirë, po diçysh te Morishi e një farë vetbesimi më të madh, sikur diçysh ishte me zor me lujt me dorë. Ka një farë karakteri diçysh ma dominant. Ramoni pak më i hesht. Po. Edhe po çashtu edhe rolet i kanë sa ai mbrojtës do me prit. Ky ja golla ky mbron shpërthy. Fiks. Po menoj nëse vazhdojnë me pas këtë formë të mirë nëpër klubet e veta, nuk më mendoj që nuk ka më pas sukses. Ky grup nuk është bashkë i pakalueshëm. Tash njëra është Nations League, po e pam Suedin, sa më rëndësi është Nations League, domethënë Austri, Izrael, Irland. Nëse smujna me mri vend e parë, dytin maksimalisht Kosova do të më përfundu. Me këta lojtarë që ka, e që po flitet që kanë marrë edhe 2 mesfushor, që unë nuk e di cilët janë ata, po tash Federata e futbollit e ka projektin edhe din. Kena besim federat, çfarë fakti që janë ardhur Aslani, Hajdari, Abdullahu në një moment që soprit shumë që vinë dolitar, unë me prit të fasi bitën. Veç me shku me po për shembull kampin që është të bon Hajvali. Domethënë ty se për një media, pra po kthehem te ajo si popull që jena që nxehem edhe shprehem shpejt. Edhe domethënë se këtu që tash një njeri me himum shomu i bashkangjitën edhe një 200 tjerë, pa di çka ka ndodhur. E ç'është ndodhur për Federatën e Futbollit të Kosovës, edhe për këtë, mirë po unë i besoj projektit Federatës së Futbollit të Kosovës, se me çat projekt na e shijum domethënë finalen për Kupën e Botës, e po shpresoj me vazhdu me punu kështu. Edhe normal çdo herë na kena qef me pru lojtar të ri, se veç me lojtar të ri ti mundesh me
Ku janë atë lojtarë të ri Gaz, a mendon që ka mundru ka pak gjenerata, kanë më dalë ata një 4-5 lojtarë, ta me qenë mbi 30-at, me liru vena, po ç'është që situatë? Gradualisht fod atash besoj e din mas mirë se secili që ka jep atu kontribut ka merita dhe respekt, mirë po vjen një kohë ku do të mjallë shu lejtari të ri vendin. Si për shembull çifti Gallopenit, ti s'monesh me mojt Gallopenin në bankë rezervë, e me shti dikan që ka përparësi ose që i ka 30 vjet kur s'monet me sidomos te kombëtarët është më vështirë, se mbledhen më rrallë, forma lumë shumë rol ka se me ekip. Treneri i merr që ata që janë në formë për momentin. Se ndryshe është me lujt me një ekip ku nuk i paraqitjet mirë një lojë, hen tjetrën e te kombëtarja s'kiva. Te kombëtarja do të çat lojë me kon formë. Edhe lumë për shtatë, edhe që kjo dallimi që adin thonë, okay, klubi të hap rrogën, këtë në rregull, po nderi, krenaria, përgjithësia që për shtatë. Ndaj shtetit. Si më shku në shtri është? Normal. Hinja i dizajn, të që këto besoj që e kanë parasysh. Gaz, me folë për Kosovën, mesim Dein Sabah. Një vjet. Tash jena hala pak si tronditun, mërzitun e kejt, kena shpresa shumë dhaja për 2028 normal. Dalin pak të klubi, me gjithë të ka me konë fështirë tash me qërë futbol të klubeve, të ekipeve, po, pa ta s'munëm. Një javë spikëshyrëm. Të një vazhdojmë e harrojnë mas gjysës prillit. Dalin pak të Juventusi, ko një farë sezoni gjys, kuptimin që për titull s'ket. Champions League rat, top 4 jeni diku, a është momenti më i mirë për ty këtë sezon transferimit të Xhegrovës? S'ka pas diçka tjetër. Inshallah emron ta me hajër. Problem, më shumë kena ndru trenera. Që në histori të Juventusit s'ka ndodhur kjo kur. Todori, nice, ai do lopi të nemi tash. Po mas pari motën. Tani Todorin, kur t'ja nis tani me gabu, tani veç do të më thonë inshallah nollet sa më shpejt e keqja. Apo rend Spalletti ajo, po duket që besoj po, Spalletti po flitet që po dojnë me vazhdu me Spallettin. Edhe për momentin Spalletti seriozisht e ka kthjell domethënë. Ka stabilizu pak, jo aq shumë po. Po jo se po çash keq u nis, që kërkush s'kish mujt me bë më mirë. Po. A din se për një me ka gjetë komplet grupin, na porzit tam harmonia, ato këtu ndikojnë domethënë. Se për shembull ka pas grupe që se kanë desh Todorin, edhe nuk mundesh se çorona them do të më kon antipatiku do ke pak me kon një njeri më i madh se tash u bë problem edhe me menaxhu grupin. Do të më kon një njeri i madh për me menaxhu. Trajner dhe menaxher i kanë ndodhur role, trajner për futboll, menaxher për aspektin njerëzor. Po edhe trajneri do të më kon edhe pak psikolog edhe trajner. Spalletti të luajë rol shumë mirë. Kupi mund të më thonë lejtarët edhe që s'pe aktivizon shumë, mirë po, ale kërkush nuk u doli më shprej që është i paknoqën, që është mirë. A ka të ardhë me Xhegrova në Juventus? Po qëre, Juventusi ka llogarit diçka momenti që ja ka po kontratën. A fat gjatë. E ka 5 vjet, po. 5 plus 1. Me mundësi vazhdimi. Edhe momentin kur ka llogarit, domethënë për 5 vjet, ata domethënë e kanë bënë një projekt përmes Xhegrovës. Edhe duhet me ditë një fakt që Xhegrova për momentin shet mas shumë të drejsa në Juventus. Mas shumë të Mas shumë se Ildizi. Hala pa jap gol. Lemo këtë jap gol. Hala pa lutë e fillimit. Po, fix. Pa kryeni 90 minuta. Kështu që domethënë Juventusi besoj ka llogarit në to, edhe kërkush nuk jam mohon hapësitë të Xhegrovës. Mirë, po tash unë nuk e di rrethonat e mbrëmshme qysh janë, edhe i farë sezoni testus po do. Unë menoj që e dën Xhegrova 45 minuta do çdo ndeshje me lujt. Se edhe Konsensao ka cilësitë e veta, nuk mujna më jam. Një farë stili si të njëjtë që është. Dy të janë më të shkurt, dy të janë driblus. Pa problem ç'ka. Mirë, po individualisht një me një Xhegrova është për mua. E pata ditë ka kalu lejtar të malë. E pata ditë një shkëndijë me Turqi po. Edhe besoj që ka me ardhë dhe koha e Xhegrovës, ku kena me po do më thonë startus, mirë po tash treneri është atë edhe. Qërë, këtë tojnë që është proces, futbolli është proces, thonë trust the process. Lëndimi tash njerëz po menojnë që veç pëso është lëndu zonën e kalum, po dash më këthy mas verës. Kuptojnë që ritmi në futboll ka shumë rëndësi. 2 vjet Del Piero s'ka mujt më këthy në formë, edhe s'ka mujt me lujt startus mas lëndimit gjurit. 2 vjet, dhe më thonë, ka lujt ka 45 minuta, 15 minuta, 20 minuta, tamën orë në ato ku ka mujt me lujt 90 minuta, ju ka ripërsërit lëndimi, apet e ka neglizhu, dhe më thonë, dhe këto sene, me stafi mjekësor është për ata japin detyra trenerit, a monet me lujt, as monet, edhe treneri, unë nuk besej që ka një trener që monet mja pos lejtarve i nati.
Ma interes ai me fitu s'ka kërkush. Me fitu ekipa, edhe më ngrit edhe vetë domethënë cilësia si trajneri. E përmend Del Pieron, ti je tifoz prej Del Pieros, Prej Del Pieros prej 93-s. Prej ato të drejtë, se ke shkatën 93-s, thash, a ke mri atë epokën e art 3 vjet Champions League finale, 96, 97, 98. O kreti kom rri. Kampion 96 me kundër Ajaxit, 97 finale me kena up kundër Dortmund, 98 me Realin. Unë te kemi rrjedhë 97-ën kur ardhi Zidane, ajo epoka Zidane, Del Piero. Unë ja ku nis me këshir Juventusin pejt 93-s. 93-s. Baggio kur ardhi Del Piero, domethënë nëntor dikon nëse s'ka bëj, mirë po atëherë ardhi Halepa i bona 19 vjet. Po unë nuk është që kom këshir Juventusin të e njoh Del Piero. Po unë e kam dojen futboller edhe për mes dojes tani më ka lidhë dhe Liga Italisë atëherë që në televizionet edhe për para Liga Italisë u konë më mirë si Champions Liga kush e më vërtet. Edhe më fort. Vetëm në pen garantë që kisi të vozësh që se kim rri një Champions League këtë epokën e re, se këtash 96-ën e kim rri, masane shumë finale, 2003, 2005, 2017. Një më dhe si ekipi që kena hu finale mas shumë të në Champions League. Dishyshin akon pa fate, unë e kom thonë u desh me bo Champions League në finalen me 2 loj krejti kishë Fuqia vendas problem. Amo, kër i shuim finalet dhe fundit Juventusi ka pas prej mes, ka pas fat kuptimin që 2017 e pat Realin e top formës me Zidane. 2015 në Barcelona top form, me 2003 nëse e morën me në lojnë, unë e morën me 2003 unë e gogja offer. Se kon Milani fort, gjithë për pak na. Ajo doja 0-0 kon shumë kështu. Edhe me Barcelona 2015 na kon qenë në Berlin live. Në Berlin. Stadion Volitoja, po, okay. Edhe kur na ka Barcelona gol na ka vë 2-1, unë në rast anë duket. Po se na kena pas një rast, në kundërsolum na ka. Po Suarez. Edhe unë e kom thy telefonin, çaq shumë që më dëshpro. E gol në tretë nuk e kom po hiç se më dal këtë pi stadionit, se s'kom ujë më me po të hu. Se çaq shumë u patëm botë, isha veç edhe çto me hu, edhe mo s'ka. Po shumë tani apet. Po diçysh çdo ekip unë them e ka një farë epoke 20 vjeçare në Champions League. Po. Nëse e merr këshir historikisht secili klub domethënë e ka një periudhë kohore 20 vjet. E po shpresoj që na shti në çito 10 vjet e ardhshme. Sepse Gazprom e kom prit që Zidane diçysh vjen trajner në Juventus. Pas që o konë, domethënë, ljetarë në atë epokën, gogjatë suksesshme, të që është mas të fitoj që ka fitoj me Real, ishë konë poetike më këtë një Juventus, bre. Po se di unë, mu Zidane po ndokën nuk po dënë me marë klubën drejtë. A do këtë pak Tucandi që është veç në Real me shku një farë comfort zone? Gjena mi thonë ati Tucandi që është Zidane, po... Kush s'ko qef me shku të në Real? Po, të që raj ke 2 hera. Veç Alonso u djega të po ndokën. Se tjerë ka i shko bash një Juventus o burë. Zidane që kibon një Juventus, ishë konë gogja kombinim. Zidane, unë e di që ka respekt shumë të madh edhe Juventusi për Zidane dhe kejtë edhe unë isha do kur mon do aktivitete do më thonë që i mon Juventusi për legjenda çdo herë është Zidane ato edhe mi po a ka pas ndaj farë përpjekje ose diçka nuk e kam ide. Kur s'ka pas ndaj lajm? Unë so kam informuar Zidane po dën më bë trajner i Francës po flitet. Po me shumë të vërtet nuk e di. Edhe na është synim me koç ato më bë me Francën me bë rahat me ka fitu krejt, do më thonë si trener që ka fituat. Po dhe nërfa s'ka ambicie. Dhe s'ka ambicie me morë në klub tjetër. Po. Ka qef më mirë me familje ma shumë në regullë. Po, ta ditarë të mdaj zakën e qëta lipin. Po dhe normal se shumë kohë. Për fund po du me dit, po të pres për ideje, që du në kamerë, du me nga tërgu kur bëhet kampioni Juventusi prapë në Serie A. 9 vjet rresht u bëhet, të 1-5 vjet agjerim. Mon për fjole, në tjetërin vit Juventusi është kampion. Tjetërin vit? Po. Me njerë dhe më thonë? Po, gjithë shush. Me e këthy atë farë shtafete. U shku ko gjë shumë gatë, edhe me naj që ta shpejtje 30 vjet, kullët Juventusi edhe një 10 vjet rënë në Serie A. Kaz për fund, Del Piero, Zidane, Cristiano Ronaldo, kush u lojtari më i madh që ka luajtur Juventus? Ja, për mua është veç Del Piero. Veç Del Piero. Pa morë për asysh edhe 500 milion futbolista me orë. Nëse kena Baggjon, Platinin, po sta më fundit. Ka shumë lejtarë. Hajde një top 5 që po na bën për fund. Po unë nuk më mendoj 500 që nuk e kanë tradhtu Juventusin 2006. Buffoni, Camoranesi, Nedvedi, Trezeguet, Chiellini edhe Del Piero. Edhe bile është një rast ku hin Del Piero edhe në dhomë edhe i gjanë të kojtë, Camoranesin, Nedvedin edhe Buffonin.
edhe ata të pestit e kanë bo plan që çka do që ndodh mos mu largu për Juventusit. Ajo do më thonë është se nuk mënesh me dash dikan veç kur o mirë. Po do të me dash se kjo është sikur një jetën reale kur ty të smuat një antar i familjes ose dikush, edhe tash ti thu po kjo smu mu s'ka që kam vynë dhe ja këta në shpinën. Dashnia e madhe më varet në momentet shtira. Për këta i thojnë Juve, storia di un grande amore. Amore, edhe unë këtë pes që nuk mëj me harru të në jetën, se i kanë qenë besnik. Para këtën e tjereve dhe më thonë. Se atëherë ka pas oferta që trupi po mërqethet. Shumica e ndalë, Cannavaro, Zambrota, Thuram. Buffoni ka pas ofertë Manchester United, United, kampion 100 milion euro. Del Piero Manchester, Del Piero në Real Madrid. Ka tentuar edhe Fergusoni me thirr. Del Piero në Real Madrid ka pas ofertë ku e ka thirrë edhe Cannavaro. Edhe i ka bë domethënë kështu ka fol privatisht me të, ka lutë mi u bashkangjitë Realit. Kapiteni Mikel Ananien, që shkon diçka çështë. Del Piero i ka thonë në sekret largohen kapitenin, nuk mund të më largo pianista. Kjo është fino alla fine. Gaz, po duhet të falenderoj nga zemra, falem për Kosovën, falem për Juventusin. Herën tjetër ku të vesh këtu, garantina afër Kosova me shku Europiani ose Juventusi afër me bë kampion i Italisë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve, suksese, po shpresojmë herën tjetër kur shijojmë me një trofe pse jo. Inshallah. Ky është episodi Litari 12 me Gazinion, Juventus Kosova, shihem herën tjetër.